Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Izraeli përshkallëzon konfliktin në linjën e mesme pasi nisi mbrëm një sulm në Iran duke goditur objektiva ushtarak, por edhe central bërthamor. Juftoj që të jemi së bashku me kronikën e përgatitur nga kolegu Sali Doçi. Izraeli sulmoi në orët e para të mëngjesit të kësaj premte e Iranin duke goditur objektiva strategjike në të paktën 8 qytete ku përfshiheshin impjantet bërthamore, fabrikat e raketave balistike dhe objektiva të tjerë ushtarak. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite konfirmoi se rreth 200 avion luftarak izraelit morën pjesë në operacionin Luani në ngjitje, duke goditur më shumë se 100 objektiva në të gjithë territorin iranian. Sipas autoriteteve izraelite, në sulm u vran figura kyçe të ushtrisë iraniane, përfshirë shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, komandantin e emergjencave si dhe komandantin e gardës revolucionare, General Hossein Salami. Sulmi vrau gjithashtu edhe 6 këndëstar bërthamor. Tel Avivi zyrtar njoftoi se ndërmori operacionin për shkak të rrezikut të cilin Irani kishte zhvilluar ndaj tij. Inteligjenca izraelite tha se Irani ishte gati të përfundonte procesin e prodhimit të 15 bombave bërthamore. Menjëherë pas nisjes së këtij operacioni, Izraeli shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Flight Radar raportoi se linjat ajrore braktisën kalimin hapësirat ajrore edhe të shteteve të tjera, duke përfshirë vetë Iranin, Irakun dhe Jordanin. Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan në të gjithë Izraelin, ndërkohë që autoritetet ju kërkuan qytetarëve të strehohen në vende të sigurta. Irani u kundërpërgjigj sulmit izraelit duke shënjestruar këtë vend me 100 dronë ushtarak, të cilët u rrëzuan nga mbrojtja ajrore. Shpërthimet forta në Iran u raportuan pranë objekte të pasurimit të uraniumit në Natanz, por Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike thotë se nuk ka pasur rritje të nivelit të rrezatimit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha në një video mesazh se Tel Avivi zyrtar kishte hyrë në një moment vendimtar për historinë e Izraelit. Operacioni do të zgjasë aq sa është e nevojshme për të neutralizuar kërcënimin ekzistencial që paraqet Irani. Ky mesazh i Netanyahu tregoi se sulmet e Tel Avivit ndaj Teheranit do të vijojnë. Kreu i shtabit përgjithshëm të Izraelit theksoi se mijëra trupa izraelite janë mobilizuar dhe shpërndarë në të gjithë kufijt. Ndërkohë lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u zotua për një hakmarrje të ashpër, duke thënë se Izraeli do të ketë një fat të hidhur. Vetëm pas pak do të kemë mundësi që të komunikojmë me ekspert çështjeve të sigurisë në lidhje me atë se çfarë po ndodh mes Izraelit dhe Iranit, por edhe shumë aktorë të tjerë të arenës ndërkombëtare. Më lejoni që në vijim t'ju njoh me qëndrimin e Ministrisë Punëve të Jashtme të Shkupit dhe të Prishtinës një lloj mesazhi drejtuar qytetarëve për të mos udhëtuar drejt Tel Avivit dhe Iranit. Tensionet Izrael-Iran kanë vënë në lëvizje Ministritë e Jashtme të Shkupit dhe Prishtinës. Në lidhje me informacionet për përkeqësimin e gjendjes së sigurisë mes Izraelit dhe Iranit, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë apelonte të gjithë shtetasit e Maqedonisë së Veriut që ndodhen në territorin e Izraelit dhe Iranit të ndjekin portalet kombëtare për raste emergjente dhe të veprojnë sipas udhëzimeve të institucioneve kompetente. Njëkohësisht, kjo ministri u bën thirrje të gjithë shtetasve të Maqedonisë së Veriut të përmbahen nga çdo udhëtim drejt vendeve të këtij rajoni deri në përmirësimin e gjendjes së sigurisë. Në rast nevoje, kjo ministri në Shkup ka vënë në dispozicion disa numra telefoni dhe adresa emaili për të kontaktuar me qytetarët dhe ka formuar një shtab krize i cili po e ndjek vazhdimisht situatën. Të njëjtin njoftim e ka dhënë edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës. Duke marrë parasysh përkeqësimin e situatës së sigurisë në Izrael dhe rajon, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Ambasada e Republikës së Kosovës në Izrael këshillon të gjithë qytetarët e Kosovës që ndodhen aktualisht në Izrael që të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të qëndrojnë në vende të sigurta, shkruhet në njoftimin e kësaj ministrie, duke sugjeruar qytetarët që të ndjekin me përpikmëri udhëzimet e Komandës së Mbrojtjes së Brendshme të Izraelit dhe të vijnë në kontakt me ministrinë në numrat në dispozicion. Kam kënaqësinë të mirëpres tani në këtë bisedë për të folur më tepër për atë se çfarë po ndodh në arenën ndërkombëtare, si po ndryshojnë çdo ditë zhvillimet aty. Drizan Shalën, ekspert i çështjeve të sigurisë, dhe Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Drizan, përshëndes, faleminderit për kohën, mirë se erdhe. Ledion, po ashtu të falenderoj për kohën, mirë se erdhe në Ballkan Update. Përshëndetje. Doja ta nisja bisedën me Drizan Shalën. Drizan, një koment të parë për atë se çfarë po ndodh. Ishte parë lajmëruar, jo më larg se dje, kishte një mesazh nga SBA-ja drejtuar vendeve të lindjes. Ishte parë lajmëruar kjo që po ndodh tashmë në lindjen e mesme. Po cilat do të jenë pasojat?
Pasojat padyshim në kontekstin gjeopolitik dhe gjeostrategjik dhe marrëdhënieve do të trajtoj bashkëbiseduesi, por në kontekstin sigurisë, çka mund të konstatojmë është fakti krucial që tani me edhe një operacion mirë i koordinuar nga Mossadi i Izraelit arriti objektivin dhe cakun krucial për të neutralizuar caqet objektivave ushtarake dhe atyre të cilët ndërlidhen kryesisht me pjesën e programit bërthamor, veprimi ndërmarrë nga forcat ajrore për njëkohësisht e sistemet raketor të Izraelit e dëshmuan edhe një herë për superioritetin e saj në kontekstin e një lufte ushtarake, çka është më rëndësi të theksohet fakti është që tani me lindja e mesme ka një shtrirje shumë dimensionale të trajtimit të këtij problemit. Shtetet partnerët e Iranit që është Rusia tani më ka shprehur gatishmërinë për ta mbështetur në vazhdimsi kontekstin e luftës për të mbrojtur nga agresori izraelit, njëkohësisht edhe Kina tani më ka dërguar flotat e saj në pjesën e cila e përkufizon ka Oqeani Indian, njëkohësisht edhe ka pjesa e Xhirit. Pra, çështjet janë shumë dimensionale në kontekstin e të kompleksitetit të saj, sepse veprimet të tilla padyshim në lindjen e mesme në këtë kaos gjeopolitik dhe gjeostrategjik që ka kapluar botën se 4 vitet e fundit, një konflikt i përmasur të tilla i cili është paralajmëruar edhe nga vetë shtëpia e bardhë, por njëkohësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dhatën një qendrim të prerë që ishte një veprim i njëanshëm, duke mos u konsultuar në kontekstin e zbatueshmërisë të këtij plani në këtë kohë me partnerin e saj strategjik në lindjen e mesme, por në kuadër këtij mesazhit mohues, tani patëm një element interesant ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndruan mbrapa qëndrimit të tyre që do ta mbështesin strukturat e saj në atë hapësirë, në atë rajon, dhe kjo është një mesazh edhe garancie të një bashkëvendimit më të qeshëm, pra lindja mesme jep kohën dhe drejtimin në ndryshimeve gjeopolitike dhe gjeostrategjike, ku fit ushtarak politik do të ndryshojnë, madje në kuadër të këtij tensioni të këtyre orëve të para, patëm një reagim të Ankaras zyrtare, e cila padyshim është shqetësuar në këtë mes, njëkohësisht edhe vendet arabe apo Liga Arabe do ta ndjekme me mend sepse ku dy palët janë në një konflikt armatos, në këtë rast Izrael dhe Iran, që në të kaluar kanë ndodhur raste të caktuara, vendet arabe të cilët nuk i përkasin ideologjisë fetare dhe bindjeve fetare do të tentojnë që të pozicionohen në aspektin latent me Izraelin për ta mbështetur dhe për të fituar sa më shumë influencë në lindjen e mesme. Drizan, përpara se të kaloj tek Ledioni me mirëkuptim edhe një moment tjetër së bashku, sepse operacioni i Izraelit drejtuar Iranit mbrëm ka qenë i mirëmenduar. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe në fakt. Unë po nënvizoj midis vendeve të goditurash dhe impjanti i uranium në Natanz, 6 baza ushtarake rreth Teheranit, si edhe u vran shefi i Gardës Revolucionare dhe 6 shkencëtar bërthamor. Kjo tregon qartazi se Izraeli e ka studiuar më së miri situatën përpara se të niste një sulm të tillë apo jo, dhe çfarë tregon krau tjetër për përgatitjen bërthamore të Iranit? Kjo tregon faktin që kemi një analogji me këtë operacion të Mossadit, ku patëm para disa ditëve një operacion të koduar, operacioni Maribonga të Ukrainës brenda territorëve dhe linjave të armikut të Rusisë, ku patëm goditjen e caqeve të aviacionit, sistemin e aviacionit rus, e njëjtja metodologji, e njëjtja veprim tani më është ndërmarrë nga ana e Mossadit, duke u pozicionuar brenda Teheranit dhe pozicione të caktuara ushtarake dhe duke përçuar në një mesazh të koduar kuptimin se do të duhet të mblidhen dhe detyrojnë të mblidhen krerët e forcave ushtarake 15 minuta para se të ndodhë shpërthimi real apo sulmi konkret në drejtim të objektivit ku ata ishin duke qëndruar. Pra kjo tregon që Mossadi është prezent në Teheran përmes bashkëpunëtorëve dhe operatorëve të tyre, dhe në këtë mes lufta e spionazhit, lufta e inteligjencës do të jetë mos themi edhe vendimtarja përcaktuese se a janë goditur në saktësi programi i bërthamor, aja është sulmuar me saktësi,
udhëhecit i këtyre programeve, ajo neutralizuar dhe tek atëre mund presim një shpërshkallëzim të situatës, por në këtë periudhën themi 10 ditore nga sot e tutje, ne do të shohim një ofenzivë të ashpër nga ana iraniane, e cila ka për të humbur kuptimin pozicionin e saj në linjën e mesme, nëse nuk do të reagojnë në dëzim të forcave apo shtetit të Izrael, po vendosë këtu edhe faktin që në pjesën e Afganistanit, në pjesën e Irakut, pjesën e Libanit, Libis, ka dhe forca ndërkombëtare, pjesën Arabisë Saudike, kemi forcat amerikane, padyshim që do t'i pamundësohet përdorimi i aviacioneve apo raketave të cilat janë balistike, kuptimin sepse do të haset me një reagim të forcave ushtarake amerikane të cilëve se kanë dërguar flotat e tyre në xhirin persik. Ledion, çfarë ndryshon tani në kuptimin politik? Me çfarë kuptojmë, tre janë protagonistët kryesor, është Izraeli, është Irani dhe pa diskutim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndryshon konfigurimin politik pas këtyre tensioneve dhe përshkallëzimeve që pritet të zgjasin? Kjo që ka bërë Izraeli është besoj fillimi i fundit i fuqisë iraniane në lindjen e mesme. Izraeli në një vit e gjysmë që nga pas 7 tetorit 2023 ka ndryshuar gjithë strukturën e sigurisë në lindje e mesme, duke eliminuar degët e fuqisë iraniane, tashmë ka shkuar të eliminojë dhe fuqinë iraniane në vetvete. Nuk përjashtohet mundësia në këtë pikë që të kemi një ndryshim të regjimit në Iran, nëse sulmet vazhdojnë, dhe sigurisht që do vazhdojnë ato izraelite, nëse regjimi nuk arrin të mbrojë pikat e veta strategjike, nëse poshtërohet në këtë mënyrë siç është duke poshtëruar regjimin në Iran që nuk po arrin dot të reagojë në asnjë mënyrë, mund të çojë sigurisht në ndryshimin e regjimit në të ajatollahëve në Iran, do të ishte një fitore jashtëzakonshme politike, gjeopolitike, të sigurisë së gjitha të Izraelit dhe Netanyahu në veçanti, por edhe të amerikanëve. Mund të kishim një lindje të mesme tërësisht të re. Ajo që Izraeli ka bërë jo të mësuar tani, por një vit e gjysmë është që kemi kaluar nga një situatë ku Izraeli ishte i rrethuar nga Irani, nga fuqia iraniane dhe nga grupet iraniane. Kemi kaluar një situatë ku Izraeli tashmë është praktikisht fuqia më e madhe ushtarake në lindjen mesme, është shteti i cili po vendos kushtet e lindjes mesme dhe vendos të ardhmen e lindjes mesme. Kjo është një arritje shumë e madhe për Izraelin, një arritje shumë e madhe për Netanyahun që qëndroi deri në fund vendosmërisë të tij, vizionit të tij për të shkatruar fuqinë iraniane në lindjen mesme. Dhe nëse Izraeli shkon deri në fund këtij aksioni që mendoj që do të shkojë deri në fund në ditët në vazhdim, mund të kemi një situatë krejtësisht ndryshme në lindjen mesme, ku ndoshta pse jo duke ndryshuar edhe regjimin në Teheran, mund të kemi një paqe në lindjen mesme që kemi pasur prej 20 ca vitesh tashmë. Iranianët kanë bërë një gabim shumë të madh strategjik, mbi vlerësuan praktikisht vetveten dhe fuqinë e tyre në këtë pikë. Para 2 javësh ka qenë ministri i jashtëm i Arabisë Saudite në Teheran, i cili ishte takuar me Ayatollahun Khamenei dhe praktikisht i ka thënë që izraelitët do të godasin, duhet bërë një marrëveshje me amerikanët, por besoj që iranianët bën një gabim shumë të madh strategjik dhe janë duke paguar gabimin në mënyrë jashtëzakonshme tragjike në këtë rast. Duhet pritur nëse do reagojnë, pra ka një dyshim shumë të madh fakti që po vonojnë kaq shumë të reagojnë. Izrael duhet goditur dhe një pjesë të fabrikave të prodhimit të raketave balistike, po edhe të depove ku mbahen raketat balistike, me shumë mundësi ka eliminuar një pjesë të madhe të arsenalit balistik të Iranit, gjë që mund ta ketë bërë shumë të vështirë Iranin të reagohet. Fakti ka kaluar tashmë 10 orë nga fundi i sulmit të parë izraelit ndaj Iranit dhe nuk ka asnjë reagim nga Irani, sepse edhe dronët ishin hedhur nga Iraku në fakt, nuk ishin hedhur drejt për drejt nga Irani, të bën shumë dyshos që ndoshta Irani është dëmtuar shumë se çfarë ai po shohim pak nga pamjet në këtë moment. Kështu që unë mendoj që Izraeli ka një mundësi të ardhë, Netanyahu dinte që kjo ishte mundësia e ardhë. E ka thënë dhe para 2-3 muaj që kjo ishte mundësia e ardhë për të eliminuar një herë për gjithmonë rrezikun iranian në linjën e mesme dhe me shumë mundësi do shkojë deri në fund dhe do eliminoj tërësisht rrezikun e tillë. Më lejo të kuptoj diçka, sepse në fillim të bisedës, unë të paktën me çfarë kuptoj nga zhvillimet në arenën ndërkombëtare, shumë pak edhe nga çfarë lexoj nga media ndërkombëtare, dua të të pyes, nëse Izraeli po çon projektin, po e quaj kështu, të tij përpara vetëm për të forcuar pozitat e tij, apo pas këtyre veprimeve ka një interes të drejtë për drejtë edhe Shteteve të Bashkuara?
Shko Izraeli në radhë parë lufton për vetveten dhe për sigurinë e tij dhe për mbijetesën e vet. Pastaj ajo çka mund përfitojë Shtetet Bashkuara, mund përfitojë gjithë lindja e mesme dhe ndryshimi i strukturës së sigurisë në lindjen e mesme është pasoja e veprimeve që bën Izraeli. Pra Izraeli filloi thjesht me qëllimin për të mbrojtur vetveten dhe për të eliminuar një rrezik që ishte rreziku më i madh që kishte Izraeli në lindjen e mesme, që ishte rreziku iranian, qoftë nga Irani drejt për drejt, qoftë nga grupet e mbështetura nga Irani, Hamasi, Hezbollahu, Asadi, Houthi e tjerë kështu me radhë. Si pasojë gjithë këtyre veprimeve që ka bërë Izraeli, mund të kemi një lindje të mesme e cila do të jetë më propagandimore, pra Irani mund të kthehet në aty ku ishte para ardhjes së regjimit islamik të 79-s, pra dhe koha e Shahut, ku nuk ishte haptës pro-amerikan, por le themi në sfond në heshte ishte pro-amerikan. Dhe kjo, nëse kjo do ndodhi vërtet, mund të kemi një ndryshim tërësisht të strukturës së lindjes mesme, pra nuk do kemi ndikim rus, nuk do kemi ndikim kinez, po do kemi një ndikim ose një rivendosje të ndikimit dhe të fuqisë Shtetet Bashkuara në lindjen e mesme. Kjo e bërë përmes veprimeve të Izraelit. Pra Izraeli në një farë mënyrë me veprimet e veta po ndihmon rivendosjen e fuqisë amerikane në lindjen e mesme dhe po ndihmon ndryshimin e strukturës sigurisë tash në lindjen e mesme. Drizan, kam një pyetje të drejtë për drejtë për rajonin ton. Në fakt ka një psikologji lufte që është aktivizuar, po e quaj kështu, nuk e di nëse jam korrekt me termat, që është aktivizuar në fakt që pas sulmit apo agresionit rus në Ukrainë, që të gjithë njerëzit tashmë kudo ku ata janë çdo pse botës kanë filluar flasin më tepër për luftë, kanë filluar flasin më tepër për konfliktet armatosura dhe ka një shqetësim për çështjet sigurisë. Po me Ballkanin çfarë do të ndodhë? Fakti që ne patëm differën ndër 2025, 2023, 2021 në Ballkanin Perëndimor, ndërsa në 2025 ishte pikërisht përcaktimin 3 faza këtij ushtrimit ushtarak të forcave ndërkombëtare dhe atyre rajonale, përshkruan faktin e parë të pjesa e Shteteve Baltike dhe pjesës e Skandinavisë, një mburojë ndaj agresionit të mundshëm rus. Pjesa kruciale apo fundamentalja e Defenderit 2025 ishte pjesa Ballkanit Perëndimor, ku dihet në kontekstin politik, luftrat ballkanike madje kanë quar në luftën e parë botërore. Nuk po dëshirojmë të themi se jemi apo kemi hyrë në një luftë bërthamore, po mund të themi se kemi hyrë në një luftë botërore në përmasa të shpërndara në luftat rajonale. Dhe pikërisht Evropa është e friksuar, madje ka dhe qëndrime të qarta zyrtare, shërbimeve inteligjente bashkore, atyre ushtarakëve civile, dhe vendeve promotore të politikave të sigurisë, Gjermania, Francës, Britanisë së Madhe, të cilët kanë thënë që deri në 2030 Evropa do të jetë në një konfrontim të armatosur me shtetin rus. Madje ky përshpejtim i luftës Izrael-Iran mund të jetë një situatë që mund ngrej një promotor, një motori i cili padyshim ata kanë sigurinë, sepse kemi rastin e Ballkanit, kemi rastin e përcaktimit politik të mbështetëror të Beogradit, i cili padyshim ka edhe nga takimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtar të tyre dhe kur edhe shefi i shtabit të ushtrisë serbe General Milošević po të thonë që ne do të mbrojmë popullin serb, qoftë në Republikën Serbske të Bosnës, qoftë në Republikën e Kosovës, pa me Kosovë apo i referon Kosovës, pra kjo dëshmon faktin për një potencial të lartë të ngritjes së tensioneve, ne vetë se jemi në një luftë hibride gjatë këtyre 4 viteve që kemi lënë pas, por çka është më rëndësishme të thuhet është fakti lufta latente, lufta e hijeve, pra po them e hijeve, për theksoj të pjesa e spionazhit, inteligjencës, pra Ballkani Perëndimor do të jetë sakt i veprimeve të inteligjencës ruse serbe, pse jo e keni patur rastin edhe në Shqipëri të një ataki kibernetik nga ana e Tehranit apo elementeve iraniane nga ambasada në Tiranë. Pra Ballkani do të jetë sakt, por Shqipëria do të jetë targeti kryesor i aktiviteteve të spionazhit që mund të provojmë pastaj situata dhe situatë të caktuara që mund të shpijtojnë në konflikt të gjirit më të gjerë ballkanik, sepse në aspektin historik do duhet të referohemi edhe elementit të arritjes marrëveshjes Tripolçe, Zagreb, Tiranë dhe Prishtinë në aspektin e kontekstit ushtarak, dhe kjo padyshim që krijon atë shihen e idhët që Ballkani, Kosova do të jetë në një konflikt të përmasave më të gjëra ushtarake
dhe kjo do të na shpjeti deri në një luftë ballkanike nëpër masa, që jemi duke porta në portën mes Iranit, Izraelit, Ukrainës, Rusisë, eventualisht edhe ndonjë konflikt të mundshëm në pjesën e Aziatikës. Ju falenderoj shumë për analizën tuaj. Kënaqësi që ju kisha në Ballkan Update. Ledion, shumë faleminderit. Drizan, po ashtu shumë faleminderit. Kënaqësi. Gjithmonë. Në vijim kam shumë pak minuta në dispozicion, do përpiqemi ta mbledh informacionin e përgatitur. Dhomat e specializuara të Kosovës dhe Mbretëria e Belgjikës kanë nënshkruar zyrtarisht marrëveshjen mbi zbatimin e dënimeve. A nënkupton kjo se ish-krerët e UÇK-s në Hag, nëse dënohen, do të kalojnë në Belgjik? Njemi me materiale. Dhomat e specializuara të Kosovës dhe Mbretëria e Belgjikës kanë nënshkruar zyrtarisht marrëveshjen mbi zbatimin e dënimeve. Sipas kësaj marrëveshje, personat e dënuar nga dhomat e specializuara të Kosovës mund të kryejnë dënimin me burgim në Belgjik, në varësi të kushteve që cakton kjo dhomë dhe miratimit të Belgjikës. Kjo nënkupton se nëse ish-krerët e UÇK-s që ndodhen në Hag marrin në përfundim procesit dënim, mund ta kryejnë atë në Belgjik. Në komunikat thuhet se kryetaria Katerina Trëndafilova nënvizoi se zbatimi i dënimit është thelbësor për një sistem gjithëpërfshirës dhe efektiv të drejtësisë penale ndërkombëtare. Sipas njoftimit, kryetaria e kësaj dhome ftoi gjithashtu edhe shtetet e tjera të ndjekin shembullin e Belgjikës në fuqizimin e kornizës së dhomave speciale të Kosovës për zbatimin e dënimeve përmes arritjes së marrëveshjeve të ngjashme. Në pajtim me shkëmbimin e letrave të vitit 2014 midis përfaqësuesës së lartë Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë dhe presidentes së Kosovës dhe nenin 162 të Kushtetutës së Kosovës, dënimet e formës së prerë kryen jashtë Kosovës. Këtë marrëveshje kanë nënshkruar administratorja e dhomave speciale të Kosovës Fidelmana Donlon dhe Gerard Div, shefi i Autoritetit Qendror për Bashkëpunim me Gjykatat Penale Ndërkombëtare në Ministrinë e Drejtësisë së Belgjikës në Bruksel. Dhe në fund është përmbyllur sot pelegrinazhi i 13 të martave në kishën e Shëndot në Laç. Mijëra besimtar që dje në darkë kanë shkuar në këtë vend të shenjtë për lutjen e tyre. Kjo traditë e rrënjosur thellë në besimin popullor mbledh në fakt çdo vit pelegrin nga të gjithë trevat. Këto janë dhe pamjet nga pelegrinazhi i kishës së Laçit. Ne kemi mbritur kështu në fund të Ballkan Update për këtë të premte. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund të klikoni në çdo kohë dhe të njiheni aty me lajmet më të fundit nga vendi rajoni e botë, apo dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Vjoni të qëndroni me ABC News, vetëm pas pak kolegu Nertan prifti me Sport Center.